Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga Durrësi. Kemi udhëtuar nga Tirana në Durrës sepse këtu banorët e një lagje të Durrësit, një lagje të vjetër, ku jetojnë prej 200 vitesh, ka një hall të madh. Shtëpitë e tyre është vendosur që të shkatërrohen. Janë 74 familje që mbeten në qiell të hapur, sepse qeveria ka miratuar një projekt për lirimin e hapësirave për të zgjeruar parkun arkeologjik, pra parkun antik të Durrësit. Në fakt, këto familje e kundërshtojnë këtë plan, këtë projekt në shumë faza të tij, duke filluar që nga mungesa e konsultimit publik, thon familjet, nuk jemi konsultuar, nuk është diskutuar me ne na erdhi si rrufen në qiell të hapur, thon familjet. E më pas, ata godasin këtë projekt për shkak se ka familje të cilat ndodhen ngjitur me familje tjera, njëra prishet, njëra nuk prishet. Në mënyrë selektive, po bëhen prishje, thon banorët. E më pastaj kundërshtojnë edhe projektin në vetvete për shkak të sasisë së parave që jep shteti. Me aq para sa na dëmshpërblejnë, thon banorët, nuk kemi ku të blejmë shtëpi në Durrës e në Tiranë jo. Pra, me pak fjalë, këta banorë mbeten totalisht qiell të hapur me disa lëmosha që jep shteti dhe që i quajnë dëmshpërblim. Unë kam mbledhur disa prej banorëve, të cilët pak më herët ishin para Bashkisë Durrësit duke protestuar. Nuk është protesta e parë që bëjnë, kanë protestuar dhe më herët, por duke se deri më tani, shteti nuk ka lëvizur, ka heshtur, ka qëndruar në pritje. Ne do t'i pyesim banorët gjëra gjatë, sepse kaq sa thash unë është vetëm esenca që ne kemi mundur të mësojmë. Po aq sa kemi mundur të mësojmë janë përmes kronikave 1-2 minutë në ditë që japin televizionet për të mbushur edicionet informative. Ne duam t'i dëgjojmë me detaje çfarë po ndodh me këtë projekt. Do të flas me banorët, faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me mua. Zonjë. Përshëndetje. Si quhen? Unë jam Entela Koja. Jam një banore prekur nga projekti TIT i aprovuar në 2022-shin, 2024-ën. Dhe objekti është në mënyrë paradoksale, po flas për objektin tim. Deri tani kam folur edhe për tani këto janë dy projekte 2022-2024. Shiko, ka qenë një plan, jo, në 2020 është bërë një plan menaxhimi, është bërë një marrëveshje me Bashkia Tiranë, Bashkia Durrës, ADF-ja, domethënë Fondacioni Shqiptaro-Amerikan, për zhvillim dhe Ministria e Kulturës. Për bërjen e planit menaxhimit. Siç u bë për Butrindin? Pikërisht. Për hartimin e një plani menaxhimi. Plani menaxhimit është relativisht i mirë, ose mund të themi në terma teknike është shumë i mirë. Për ta zhvilluar këtë zonë? Për ta zhvilluar. Në 2022-shin, në bazë të këtij plani menaxhimi, ka dalë nga KKT-ja leja e zhvillimit për projektin e rikonstruksionit të hapësirës amfiteatrit dhe jo vetëm për te, pra që quhet projekti TID i amfiteatrit Durrës. Që në këtë fazë u dallon, mua më ka qelluar fati duke qenë që jam dhe profesioniste, arkitekte urbaniste, më ka qelluar ta shoh projektin në rastin tim. Dhe pash që aty kishte gafa të rënda në hartimin e projektit, qoftë edhe për pjesën time. Në detyrë ata kanë një detyrë, shiko, kur bëjnë projekte të tilla, objektet merren dhe analizohen së pari dhe grupi projektimit ka për detyrë që në mënyrë të saktë të paraqesë gjendjen ekzistuese të objektit, të paraqesë historinë e objektit, të paraqesë çfarë gjë ka vlerë dhe çfarë gjë nuk ka vlerë. Në rastin konkret, për të justifikuar një ndërhyrje që nuk dihet se kujt i ka prishur punë, objekti, rasti im, është interpretu komplet gabim. Ai është një projekt i kohës së Italisë, i bërë që në 41-shin, del në videot e hershme të Durrësit, ndërkohë grupi projektimit nuk na ka pasur mundësi të marrë vesh se çfarë objekti është. E ka interpretuar si shtesa pa leje dhe shkon e prish në një objekt që s'është as në zonën e amfiteatrit, as në pjesën arkeologjike, është një godinë peskaçe dhe i prish papafingon me arsyen e thjeshtë të interpretuar keq në projekt që ky objekt nuk ka vlera të prishet. Domethënë që këtu prishet vetëm kati papafingo. Domethënë po ta marrësh, tash më qellon fati që unë bëj ekspertizë edhe për projekte të huaja, për të tilla probleme, gabimi kërkohet te projekti. Kush ka dhënë pikërisht këtë ekspertizë? Dhe jo, dua ta shpjegoj rastin tim sepse kur u lidha me të tjerët, ishte po njëjti rast.
Ishte po i njëjti rasti imi, do me thënë objekti nuk studiohet, nuk paraqitet në gjendje ekzistuese, nuk i bëhen analizat elementare, kulturore, të shtrezimit urban që ka objekti. Në këtë zonë, rrotull murit, amfiteatrit dhe mureve të kalas, të vjetra, antike, ka shtrezime të epokave të ndryshme. Në qoftë se ne të gjitha objekte që në dukje janë të vjetra, do t'i merrnim dhe do t'i prishnim, Dubrovniku nuk do ishte ai që është sot, Berati nuk do ishte ai që është sot, sepse në koha ka bërë të vetën. Dhe tani me këtë logjik i bie të prishim dhe Elbasanin që është brenda kalas. Dhe Elbasanin po kështu e ka marrë ADF-ja në menaxhim. Dhe mënyra se si ata po procedojnë është një ndër problemet e mëdha që ne po ndeshim. Më ka qelluar në rastin tim të kem korrespondencë, t'i dërgoja ADF-s letra dhe t'i them, keni bërë gabim, duhet ta korrigjoni. Mënyra se si e transmetojnë gabimin është e paprecedent. Bëjnë një ping-pong Ministri Kulture, Bashki, thonë, ju shkoni tek organet tuaja, tek ministria dhe tek bashkia. Shkon tek ministria, nuk të jep përgjigje. Shkon te bashkia, thot ma ka sjell ADF-ja. Ky ping-pong institucional ka sjell në këtë ditë. Është për të lënë është për të hedhur fajin dhe për të ndet pa faj. Pa faj, po faj. Ajo që pyesin njerëzit është, ore për të qartësuar, sa prishen, sa shtëpia prishen komplet. 74 objekte ndërhyet. Ndërhyrja është që nga prishja, rikonstruksioni, marrje dhe trualli. I merr dhe truallin, oborin. Çështja është që këto bëhen pa dieni. Kjo është gjë akoma dhe më flagrante në këtë histori. Në qoftë se në rastin tim, unë pata rastin të nëpërmjet mundësive të mia për ta marrë njerëzit këtu, asnjëri s'ka pas dieni. Kur e morën vesh? Me fletën që i erdhin me 26 gusht, me vendimin e 26 gushtin, për shpronësim, i vjen një letër në derë dhe i thotë shtëpia jote transformohet. Shtëpia jote fare. Po se është përfolur që para 2-3 vite. Por është përfolur, shiko, diferenca nga përfolja, nga media, nga prezantimet publike, kur ty të prekin objektin tënd, institucioni duhet të vjetë objekti jot, duhet të pyesi ose prit, duhet që kur hap projektin, që është hapur plani menaxhimit, duhet të thotë që unë kam një plan në shtëpinë tënde. Edhe për ta diskutuar. Dhe pastaj ligji e ka të vendosur, më i fundit është i 20 i dyti i 20-s që ka lidhje edhe me trashëgiminë kulturore, ku thotë njerëzit duhet i marrësh nominalisht dhe me proces verbal mendimin, sugjerimin, shpi. Po pyetja është e thjeshtë. Kur na shpronsuan, na kanë gjetur nominalisht të gjithë. Zotrit kanë ardhur nga Italia, nga Belgjika, si me thënë, të themi vendet, si e pas ke gjetur ti kur e shpronsove dhe nuk e gjete kur hartove projektin. Ligji i planifikimit të territorit, ligji që rregullon studimet mjedisore që shoqërojnë këto, quhet impakti social dhe mjedisor i planeve të zhvillimit, e ka shumë të shkruar në mënyrë eksplicite konsultimin me publikun me firmë, ku secili nga këta banor duhet ishte dhënë. Tani ky projekt e ke parë. Çfarë reke të sjell ndryshe në atë? Do bëj rrugë të reja, do bëj lulishe? Absolutisht. Ai do pastrojë në mënyrë selektive shtëpi, do marrë obore, do shkon merr prona deri përtej zonës që ka qenë pjesë e tidit në fillim, pra ka shkuar deri në kufite kishës ortodokse, kishës katolike dhe deri në cep, ku një shtëpi e merr dhe një se merr. Do me thënë, këto, për ta parë tamam, këtë ne na duhet më shumë informacion. Pra ju po thoni që ka selektivitet? Pa diskutim. Po kjo është gjëja më skandaloze e kësaj. Pra ngjitur ajo që thash unë hyrje, sa i pretendimi juaj është që unë e thash në hyrje. Po kjo nuk është problemi. Janë dy shtëpi ngjitur, njëri prishet, njëri s'prishet. Sepse kjo ka të bëjë me kjo tregon se sa i pa përgjegjshëm është projekti. Po e kuptoj. Ore, kjo që prishet, çfarë bëhet trualli kësaj? Bëhet lulishte. Lulishte. Me 3 stola. Po ti që ta prishësh atë duhet ta justifikosh. Aty ka raste objekti që prishet ka murin 500 vjeçar, të 1500-s. Të Turqisë ka shtrezime. Ky qytet ka shtrezime. Se ka objekte që janë të vjetra dhe do prishen? Dhe prishen, sepse aty objektit, shiko, në urbanistik
ka një term, shtrezim urban. Po, e kuptoj që Dhe në muret shtrezimin urban njëri mbi ti tjetrin. e shikon edhe në këtë murin këtu, Po. gjen tulla të kohës romane, të kohës otomane, etj, që ky është Po. kështu i pastër. Mendo të shkosh në lagjin e Banimit, shkoni në Berat, shkoni në këto vendet, shkoni në Dubrovnik. Dhe ky prishet. Dhe këto tani, do të thënë që ta kapim këtë si problem, do na duhet të shohim si janë dhënë termat projektit, termat e referencës A ju quhen. ato si keni? Normal, ata nuk ka, teri informativ është një nga problemet. Nuk gjehet asgjë online, nuk gjehet asgjë në kohën e konsultimeve, tash kemi për kërkesë. Ti po kërkon një informacion që duhet ishte që në 2022-shin, po e Që në kërkon tani 2020-ën, kur të ka ardhur kur ka filluar ta bëj kur planin. ka ardhur letra. Pa, ishte me gushti 25-s ka dalë nominativet, për 3 muaj do t'i shpronësoj njerëzit. Dhe një pjesë e banorëve nuk janë këtu ke muri, janë larg. Janë larg, po dhe këta që nga këtu e deri larg, çrën si ka, në qoftë se projekti qoftë edhe 2 nga këta gjenden me gabime. Në qoftë se edhe 2 nga këta njerëz i është bërë pa drejtësi, duhet ndalohet. Duhet ndalohet. Tani këto shtëpia janë banuara se ka i pretendim që janë të pabanuara. Dhe gjëja më e trisht në këtë histori është janë gjithë familje dursakësh të vjetër. Ky është dursi i vjetër. Kjo është bërthama e dursit të vërtet. Pra Ktu gjen do ju vë në dispozicion listën me janë gjithë emrat e dursakëve të vjetër aty. Do me thënë, kjo është një goditje, prandaj dhe në këto parulla tona gjen pikërisht këtë, që na kanë lënë, kjo është, ja si e kemi atë, kjo është dëbim. Projekti ti nuk është zhvillim, është dëbim. Ai po do me thënë, unë përdora sot një term shumë interesant, është bërë playground to the rich, është një shprehje, fush loje për të tallur të pasurit apo mafiozët apo kushdo qofshin. Dhe kjo nuk mund të ndodhi me njerëz që përveç që kanë mbi një shekull këtu, me shtëpia që kanë mbi një shekull këtu, por me njerëzit e zakonshëm. Dhe gjëja më e tmerrshme mbas gjithë kësaj historie është se edhe sikur ata ti kishin shpërblyer, në qoftë se këto banorë nuk do donin të lëvizni, nuk duhet ta lëvizi, e ka eksplicite në ligj. Në qoftë se këta njerëz duhen ta rikonstruktojnë, ligji e parashikon që jepet e drejta pronarit njëherë ta bëjë rikonstruksionin. Nuk mund të vinë një nga jashtë të japi një letër dhe thotë të rikonstruktojë shtëpinë tënde. Sikur edhe me art ta veshi. Është jashtë çdo sensi zhvillimi. Do të thënë, po ti numërojmë shkeljet në këto projekt janë pafund. Po kryesorja është ti Marzotni ke marr vendim për një 100 familje, për 200 familje, çfarë do, pa i vënë në dieni. Kjo është skandale. Asnjë lloj. Kështu si qemi mbledh, Jo, shive çfarë ndodh. Këto bëjnë ca prezantime me njerëz që i njohin vet, me njerëz të kontrolluar dhe i quajnë dëgjesa publike. Në ligje janë të përcaktuar shumë mirë. Dëgjesat publike nuk janë prezantim projekti. Prezantimi i projektit është ashtu. Dëgjesa publike, siç u thash dhe më përpara, parashikon që të gjithë këta njerëz me emra të vinë dhe të lajmërohen se çfarë po ndodh me shtëpinë e tyre në procedura projektimi. Më lëni të hyj vetëm 2 minuta në profesionin tim, pa filluar një projekt duhet të ndodhi kjo. Pra unë nëse do vi në këtë zonë këtu, pa filluar unë punë si arkitekte, si urbaniste, duhet i marr njerëzit dhe të them çfarë doni të bëni këtu. Çfarë mendoni se ka nevojë ti marr ti shkruaj dhe pastaj të filloj projektin. Por dhe plani menaxhimit e citon pikërisht të ligj. Këtu duhet të merren në mënyrë nominative njerëzit me siglim. Do të thënë, kjo është që duhet ishte bërë. Që atëherë nuk është bërë tani, ne në këtë moment themi pezulloni projektin. Dhe prandaj po marrim masa të një niveli ndryshe. Që janë? Padije kolektive. Keni bërë padi? Po. Kemi hedhur për sigurim padije aktin e shpronësimit që të mos vazhdojë shpronësimi, të paktën për aq familje sa u bëm, mbi 14 familje, po bëhemi 18 deri në dhe kemi hapur proces gjyqësor, po bëjmë gati materialet për të bërë dosjen mal, për t'i treguar atyre që gjithë gabimet që ka projekti. A ka kohë që lihet kohë për të mos ndërhyrë në shihen shëmbë? Në qoftë se gjykata na bën sigurim padije, të paktën edhe për këto objekte tona është një fitore e parë shumë e rëndësishme për të kauzat kolektive.
Pastaj ne në qoftë se do na jepet mundësia, në qoftë se ne do na jepet mundësia të shprehim të gjitha këto që po themi me letra dhe materiale dhe me harta dhe me raporte, shpresa jonë e madhe është që ai të pezullohet dhe të rishikohet ashtu siç është rishikuar në 22-shin, është dhënë leja në 22-shin, është dhënë në 24 një përishikim, të bëhet edhe një rishikim për kësaj radhe me ne në tavolinë. Me ju në tavolinë. Faleminderit. Tashti vazhdonim, mund të vazhdoni. Ja, të kaloj me zonjën, një nga familjet më të vjetra dursake. Do të pyes tani sa vite ke që jeton në shtëpinë tënde? Si të quajnë? Më quajnë Merita Topi, jetoj prej vitesh në këtë banesë, prindrit e mi, domethënë kanë ardhur 2 breza në para 200 vjetësh. I bien. 200 vite po, në këtë ajo trua. familje jeton aty ku jemi ne sot. Dhe sot po ta prishin, çfarë po të bëjnë? Dhe sot ato vinë pa asnjë lajm, pa asnjë gjë, vjen direkt letra që ajo banesë do prishet, se do shpronsohet, se do rikonstruktohet, do bën lulishte, ku ta di unë, pa asnjë lloj. Pra 200 vjet i bie ty të largoj turku, nuk largoj italiani, gjermani, as diktatura. Dhe vinë këto një ditë bukur edhe pa asnjë lajm tjetër direkt. Ne shtëpia juaj do të prishet edhe me një shumë qesharake që ne nuk arrim do të marrim asnjë. Sa është? Sa të kanë thënë? Ajo çmimi i ulët me fjalë dhe 62, megjithëse ne kemi gjithatë 62 milion. 62 milion. Aty jetojnë, domethënë Qa blen në Durrës me 62? Nuk e di se me qa. Edhe më e madhja ai një Se ju i keni paka shumë çmimet me Tiranën, kam përshtypjen. Sidomos kjo zonë. Si kjo zonë, sa shkon një shtëpi 2 dhome kuzhinë këtu? Me çmimet e këtyre unë nuk e di, jo 2 dhome s'blen kuzhinë që gazonjere, s'marr që kam 4 dhoma, po as 2 dhome kuzhinë nuk arrit të marr të paktën një kuzhinë. Tjetojmë. Vlera e pronës në Durrës ka filluar të ketë një rritje të veçantë, krahasuar edhe me vendet e tjera, përfshirë edhe Tiranën. Po çat kanë thënë vetëm këto lekët apo të kanë dhënë dhe një opsion se çam dëgjova unë atje? Dëgjova, po, Ikni tek edhe unë Koneta. unë dëgjova në televizor që tha ai antari kryet asaj Këshilli Bashkiak, që thanë ato që nuk e arrin domethënë të marrin shtëpi, mund të vinë të marrin një sociale. Megjithëse ne jetojmë. Duhet dalim në qendër Durrësit, duhet dalim. Te banesat sociale. Jo, të kërkojmë ne atje ndihmë sociale. Si favor. Të ndanë favor, të marrim kredit buta, ku diun qëllimi i tyre se A nuk është folur për banesa sociale, se dikush më tha me shku ke Koneta fare. Apo janë ndoshta edhe ajo ka qenë qëllimi, Banesat po. sociale, ja ta shpjegoj unë. Banesat sociale janë banesat sociale kanë një për kuriozitet, janë banesa të padhënshme me qira dhe të patrashëgimshme. Pra, rasti 5 majit është kështu. Në kontratat që ata kanë bërë, po ju kalojmë në banesa sociale, që nuk është rasti jonë. Rasti këtë në tavolinë kryetaria e Bashkisë e shtroi si favor, që mund të edhe t'ju a bëj këtë favor. pse është diskutuar, pra nuk janë Kur u fjalë. shkuam neve në takim, filloi ta zbuste që mund, në fakt unë i thash, kjo është një gjë e para që nuk është e shkruar gjëkundi. Është fjala asaj, por deri në realizimin, ajo sot është nesër s'është dhe ju nuk e dini na e bën ajo këtë. Kjo është gjithë uli kërkesën tonë, që ne mos vazhdojmë kërkesat në këtë moment. Por edhe me ditë, banesat sociale kanë një status të veçantë. Edhe një herë nuk jepen me qira, në rast se ti do lëvizësh dhe do aja, se nuk i posedon dhe nuk trashëgohen. Pra ti në mbaron cikli jetës edhe mbaron cikli jetës ti nuk e trashëgon. Pra nuk është zgjidhje. E kuptova, Kjo e është qartë. çudia më e madhe. Kështu nën, kështu të thanë, sa veta bëjni tek shtëpia? Ne jemi veti 5. Veti 5. Jeni në halk madhani, ku të Po shkoni? jemi nuk e di se si do zgjidhet kjo, një stres i papar, nuk dim as për plasme, ja këto janë zgjidhje duke bërë protesta në rast Do të marr hapa ligjore. edhe hapat ligjore patjetër. Çfarë do i thojë kryeministri për ta kishte kaq afër? Që të vej të merret me këtë punë se Ta pezulloj. ta pezulloj patjetër. Kjo i bën qytetarët dhe banorët e Durrësit përfituesi të drejt për drejt të parë dhe kryesor,
por pa diskutim kjo sjell një përfitim madh edhe për gjithë të tjerët që nuk janë qytetarë të Durrësit dhe nuk banojnë. Duhet marrin të gjitha masat, na ndihmuar këtë mes, megjithëse jemi në shtëpi tonë, ta pezulloj këtë. Faleminderit. Faleminderit. Si të quajnë? Përshëndetje, Shëndetje. mua më quajnë Marieta. Jam e martuar, kam 45 vjetë për në të vënd, burri im është autokton Durrësak. Kam një shtëpi 64 metra katror, të ruall dhe 53 ndërtim. E kam në qendër të bulevardit. Është ai dyqani E brezi që pa? parë, Po? po, Suvenir Angela. Një ditë të bukur na thonë që ka dalë emri në gazetë. Ngjelëm të habitur, të them me sinqeritet, dhe vajtëm edhe ke komuna dhe na vjen landje na sjell nga një letër kryetari i komunës, një letër vdekje. Domethënë pa lajmëruar pas gjë. Në këtë kohë ndëgjum dhe mullarajin, pas ja 3 ditëve që thotë unë kam shkuar shtëpi më shtëpi thotë, i kam lajmëruar dhe kemi rënë dakord. Se nuk i njohin. Ky është ke prefektura, mullaraj, është antari i Këshillit Bashkiak. Okej. Një nga antarët, edhe kur e tha këtë fjalë që unë kam shkuar shtëpi më shtëpi dhe lajmëruar, kjo është absolutisht diçka e pavërtet, edhe me 1000%, mund të them që është e pavërtet. Se ne jemi njerëz sa na të parë, Pra ti firmë nuk e hedhur. Gjikull. as firmë, as njoftim, as më ka lajmëruar njeri, vetëm kur doli emri, thjesht emri. Të gjitha këto godina janë kataloguar. Pjesë e planit të detyruar ka qenë hartimi i skedave, gjithë pasaportave të këtyre objektave. Flasim mbi 70 objekte që janë futur në skedat të detajuara vlerësimi. Tani, ke bashkia bëm një që na priti kryetarja e bashkisë, Po? dhe tha këtë, tha ju mund të merrni dhe nga i shpita ke socialet. Kur kryetarja e bashkisë ta di fare mirë ne e dim, ka Durrësak që kanë prish pallatet, edhe kanë marrë çelësat, edhe nuk po jun akoma mrena në shtëpi. Unë jam në mes të Durrësit, e kam shtëpi me dokumenta të rregullta, dhe nuk ka si të më shpronsoj ajo me një vlerë qesharake, 170.000 lekë të vjetra metri katror për shtëpinë time, që atje e kërkojnë 3.000 euro metri katror. Si në 170 euro? 170 euro metri katror, ma kanë quajtur mua dhe ka dalë 47 milion shtëpia ime me gjithë dyqan. Jemi bazuar në licitacion në fuqi dhe duke ju referuar rekomandimet ASHK-s për të marrë në konsiderate edhe vlerën e 3 muajve të fundit për njësitë edhe për banesat. Ore 400.000 euro më kanë privati ma kanë kërkuar të 350 dhe 400.000 Pra euro. nga 420. Edhe më nxjerr shteti me 40 që unë s'blej dot as një gazonjere, po nuk na vjen mirë sepse në këtë moshë jemi të rënditur shumë. Unë i bëj thirrje, se një gjova që i theksa zonjës një thirrje, i bëj thirrje Edi Ramës, nuk është politike, të vedorën, ta shofi këtë projekt, se nuk po prishet shtëpitë tona për rrugë, po prishet thjesht për një lulishte, se siç po shohim ke shkolla muzikës, edhe këtu ke arkeologjiku, po bëhen ndërtima. Dhe kur ti mua më prish, edhe tjetri ati ka qenë lulishte, ti po bën pallat, po e lejon, a i din, as i din këto gjëra duhet interesohet, ky projekt duhet anullohet në mënyrë të urgjente biles, të sqarohet se jemi në një hall shumë të madh. Ne kaq lek zere se po na përzin nga qyteti i Durrësit. Jemi Durrësak të vjetër, autokton. Edhe ne kemi njëll atje, atëre turistat vinë të shohin lulishte, ke vendi im e kanë projektin, është 2 stola edhe bar. Kurse në obor tim brenda është një dykaçe e vjetër që duhet shëmbur, ajo nuk shëmbet, për asaj shëmbemi ne për t'i hap rrugë personi tjetër. A, ngjitur me Gjitur me mua në oborin tim A, e kuptoj. është dykaçe, ajo nuk prishet se ka X-i apo Y-i, kurse ne të varfër dhe pensionistat ne na hiqet shtëpia për një trekëndsh lulishte. Është pa drejt të verë dorë kryeministri, ta shohë edhe një herë, jemi kundër këtij projekti. Pa ju jeni kundër projektit, nuk është se jeni Patjetër. vetëm kundër masës së dëmshpërblimit.
Ora ata ajo është e funi, nuk dua unë shpërbim fare, unë dua kundër projektit. Ti do shtëpinë tënde? Unë du shtëpinë time o vlla, ka po me djers. E kuptoj. Kaq. Faleminderit. Faleminderit. Babe, si të quaj? Atëherë përshëndetje, unë quhem Martin Qoku, jam banor në atë zonë aty ku bëhet fjalë prej viteve 90. Ajo si banesë është që në kohën e luftës, që në kohën e Italisë. Po do shikosh me kujdes, muret anësore të shtëpisë janë mbi 80 cm, mu vujt, trasha. S'është marrë parasysh kjo? Jo, po. Kush do vit ta marrë parasysh? Nuk ka ardhur kush ta shikoj. As ta filmoj, as ta shikoj. As ta shikoj. Po mi si e bën projekti me Google Earth? Si e bën? Me dron. Me dron. Pra ty nuk është se ke parë një njeri që të filmoj me ato aparaturat inxhinierike? Jo. Me dron, ka drone. Me drone ka filmuar. Me drone është për edhe ne dronin do ta ngrëm, po droni është për të ilustruar emisionin. Edhe nuk kemi asnjë lloj njoftimi. Shikojmë në fletore zyrtare vetë ne miratohet një VKM në fletore zyrtare. Asgjë me çfarë vleve ti kur të dhanë këtë cop letre? Se ti aty ke gjithë jetën. Po atëherë kur më dhanë këtë cop letre, siç e tha dhe zonja më përpara, këto janë si njoftime vdekje, se tani të jesh në shtëpi, në një banesë që nuk është ngrehin, sikur se ka thënë diku në një vend tjetër kryeministri që ato ngrehinat që janë ose shtëpitë pa banuara. Se është prononcuar ama për objekte? Diku në një vend tjetër. Do ta kërkojmë do ta gjejmë që ta këto ngrehina ose këto do prishen. Shtëpia është e banueshme, bile edhe nga tërmeti nuk e gjeti gjë, nuk lëvizet fare. Ne po banojmë. Pra sta prishet tërmeti, po të prishet tani. Asnjëri nuk janë dëmtuar. Është një pronë që është rreth 150 m2 trua dhe 60 m2 ndërtesë. Jemi 2 kurora aty, 2 kurora. Prona është vlerësuar me 62 milion lekë vjetra, domethënë së cilës kurori bie 30 milion lekë vjetra të marrë. Tani se çfarë mund bëj njëri me 30 milion lekë vjetra? Mos ma thuaj mua, çfarë do i thosh kryeministrit me 30 milion, çfarë blihet në Durrës me 30 milion? Unë kryeministri Ti jemi të hapur, domethënë me idenë që ai nuk i di të gjitha. Po nuk e di 3 milion lekë tre mund blesh 10 m2 ndërtesë. 10 m2 ndërtesë në një pallat. Nosha një banjo. Nëse është ai banjo 10 m2. Dhe në këtë banjo duhet jetojnë 2 veta. 3 veta. Po, duhet banojmë 4 veta. Kemi ne. 4 veta. Pra 2.5 metra për banor. Por aq vjen 2.5 metra. Dhe më e bukur është, sipas planit që ne kemi parë, aty ke prona ime që është pronë shumë e vjetër. Prishet thotë ai se do unë të bëj lulish aty. Kur jo më lartë, për balla shkollës Jani Kukuzeli, lulisht ka qenë aty, e ka rrethuar dhe po bëj një pallat. Domethënë ky prish lulishën për pallat, pastaj prish pronën për të lulisht. Kjo është nonsens, nuk e di këta njerëz flasin seriozisht apo bëjnë shakara me njerëzit. Gjëja më paradoksale në këtë është që mund të ketë rreth 20 vjet, që nga 2013 që kësaj lagje pothuajse nuk i jepet e drejta për të bërë asnjë rikonstruksion, sepse hyn në zonën A. Shumë bukur që ma thë. Pra ti vet nuk e rikonstrukton dot. Arsyeja që kanë degraduar këto ndërtime është sepse nuk i kanë lënë. Ka pasur raste kur njerëzit kanë tentuar vetë, ke njerëz këtu që do të flasin pikërisht për këtë, që kanë futur projekte për rikonstruksion në bashki me atë të vetën dhe nuk ja ka pranuar ato dhe fut këtë, ndërkohë që kjo është kosto ekstra për projektin që nuk e di kujt i leverdis ta bëj. Dhe në ligj kur pronari nuk pranon ta bëjë rekonstruksionin, ti mund t'ja bësh, mund t'ja ofrosh me entet shtetërore dhe të projektit. Por kryesore që desha them, kësaj lagje dhe një zonë të mirë nuk i është lënë rikonstruksionin. Prandaj dhe ke precedentin që një pjesë e tyre i kanë bërë dhe pa leje. Dhe prandaj dhe kemi precedentin që kur bësh pronësimi këtyre nuk quhen si objekte. Dhe kjo është akoma ka në proces legalizimi apo të gjithë kanë hipotekë? Ka në proces legalizimi, janë këto që po ja prishin atyre. Kurse ju jeni këto janë gjithë. raste me dokumenta, po them dhe ata që kanë ndërtuar. Pa leje kanë ndërtuar pikërisht sepse bashkia nuk jepte se zona A restricted nga ana. Domethënë deri para këtij plani ka qenë restricted, ti nuk ndërtoje dot. Ndërkohë tani thotë ke të degraduar dhe duhet të ta prish. Atëherë të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi sërish sepse jam me familjet më të vjetra të Durrësit.
Dursak Puro, 100 karaç, 200 vite ka zonja, e tha troç, më japin lek sa të blej 2.5 metra për një individ, aq lek më japin. Këto dhe tjera do t'i diskutojmë në pjesën e dytë, sepse po kuptojmë që banorët nuk dinin gjë deri ditën që u erdhi letra nder. Me njëherë pas publicitetit. Miqtë e mi, rikthehemi në pjesën e dytë, si ku shikoni, u ndodhem në mes të Durrësit, pas kam murin antik Kalas Durrësit, jam me banorët më të vjetër të Durrësit, dursakët e vjetër që kanë mbetur këtij qyteti, sepse ky qytet është bërë i madh si Tirana, është bërë metropol, por ka ende qytetarë të vjetër që jetojnë brenda Kalas. Çështja është se shtëpitë e tyre me një projekt të qeverisë do të shëmben, do të rikonstruktohen, u merren avlli, u merren oborre, ndërkohë që këta banorë nuk dinin gjë. Nuk janë diskutuar asnjë gjë me ta. Edhe për këtë arsye, ata kanë dalë në protestë, sepse kundërshtojnë faktin që nuk janë pyetur, nuk janë dëgjuar, dhe për më tepër, vlera që jep qeveria është qesharake. Është shumë e ulët në raport me çmimin real tregut dhe këta banorë ngelen jashtë, ngelen pas tre. Tani, un kam zonjën, si të quajnë zonjë? Unë jam në drejtë e Belja. Jam banore. Sa vjeçë je? Mbi 7 vjet. Edhe 100. Edhe 100. Bashkëortin e ndjer, nuk e kam ka 7 vjet që të ndrujet. Ngushëllim. Jam familja Belja 150 vjet. Vjerri im edhe baba vjerri. Kanë ndrujet. Në këtë shtëpi? Dhe nena, po, në këtë shtëpi. Kam tapi origjinale. Unë, do më thamë, brezmas brezi, ne jetojmë aty. Pa dalë asë një ditë në shtëpia. Unë bëj 28 vjet i bora aty. S'kam qenë 20 vjet ke gjykata. Tani gati 50 vjet këtu. Brezi 5, djalit. Mashallah. Dhe tani, në për media, në për kështu, si gjithë, fjallet e parafokësve, si që morëm për njoftime, gjitha. Unë nuk kam vetëm certifikatën, por fundimtare, çdo veprim i kam bërë me hipotekën, me bashkinë, me gjitha, nuk kam marrë zgjedhje. Kam shku dhe një hipotekë, jam me gjyq personal, unë do dhe në frymën e fundit do ta çoj këtë çështje. Sepse cënohen pa drejtësisht. Në gjithë që janë bo pa drejt fare, pa njoftim, pa asnjë gjë. Tashi. Ne kërkoj, unë personalisht, si gjithë tjerët kërkoj mos prishjen, të rishikohet projekti. Edhe mbrapa pastaj do në shpërblime që janë qesharake, gjitha. Si ka mundësi, kam tapi origjinale, hipoteka i ka të gjitha. Tapite vjetra, a? Po, e kam origjinale, të rujtme. Të zogut, atë kujt e ketë, kohë zogut? Po, të 912 të 25-ës, kam veprime aty, kam veprime këtu. Me kuptoj. Sa frymë bëheni në? 4 vjetë. 4 vjetë. Ju nuk është se keni shtëpi tjetër me shku. Këtë shtëpi keni? Ne dalim në rrugë. Laj thaj, si thot populli. Pa kobor dhe këte 120 metra, 125 metra. E qarë, po sa të kanë dhënë për dëm shpërblim, apo s'kanë dhënë fare? Po, po luftoj që edhe unë bashkë me... A ty nuk kanë dhënë lek fare? Ja, në Nxorri bashkë. Ka okupu tokën. Si më vla, unë kam tapiz, si erdha unë. Kanë thënë ke zaptu tokë? Po, okupu. Vendimi këshillit, që fare. Unë të shi me gjyq po vazhdoj. Pra nëse banorët e tjerë nuk bien dakord me asgjë, as me çmimin, ti s'ke çmim fare? Fare. Historia e këtyre është. Unë kam dokumenta origjinale. Ta shpjegoj unë, historia e këtyre është kështu. Këta kanë dokumenta të vjetra, por jo se nuk kanë pronë. Jo, e kuptojnë atë që... Po thjesht nuk i kanë rinivuar certifikatën e re. Ka shumë pronar të vjetër që i kanë dokumentat, por jo, si me thënë, kadrastra i ka këto, ka detyrimin t'i procedoj. Tashti duke qenë që këto janë bërë shumë të vështira, mos themi ato emrat e tjerë, korruptive, gjithë janë bërë, e ka detyrimin t'a kaloj. Po pra ta rinovoj tapin e vjetër, ta bëj të re. Kjo njihet në të gjithë pasuritë e vjetra, kur nuk ka pasur dikush për të ndjekur rinovimin, ato janë tek pronari kryesor. Zonja nuk është pra pronë, kjo është, jo si në rastet kur
vinë edhe Po pra, po kjo fakt që se ka certifikatën, kjo e lë pa lek fare atë zonë. Kjo e bën që, do të thënë, zyrat administrata shqiptare nuk bën punën elementare të kalimit të pronës dhe të njoftjes të pronës, edhe pse mund të ketë qenë në emër të 4 brezave përpara. E kuptova, e kam sepse ka listra shikimtarësh etj. E qartë. Faleminderit. Po. E kam shumë qartë. Faleminderit na. Faleminderit për intervistën. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë shpesa Dakovi, edhe unë si gjithë të tjerët, janë edhe unë që janë për konsim për gjallë. Por, du të themi diçka, se edhe unë kam shtëpi në 129 metra katror, edhe më shlogaritur me 80 milionë. Kam edhe vlezrit që më vinë, ka shtëpi dhe atyre, dalim pa gjofare kër i të vlafe, dhe neve. S'dalë edhe unë pa shtëpi, pa gjo, kër i të vlafe, me gazonjere. Pra, nëse ju e përpjestoni ato parat, sa i bie për kuror? Me vlajnë jam, me vlajnë që jam tashi, unë i bie që janë 4-5 vetër. 5 vetër gjimene që janë. Pra, ju përfundimisht nuk keni asnjë lloj mundësie as ta blini vetëm fshat i bie. Po, as fshat. Edhe fshat më kurrë. Projekti shtëpisë time është prej 200 vjetë. Edhe shtëpia ime prej 200 vjetë. Do të thënë 5 brezash. Edhe nga nona, nga baba, nga që jemi. Pa ty kishe ca shtëpia që ishin të reja. Shtëpi tuaja janë? Jo, kam ke shtëpi këtej nga ana, nuk e di. Janë shtëpi të ndërtuara mbas 90-s? Jo. Rekonstruktuar? Vetëm të rregulluar kështu, si me rregullu vetë. E qartë. Tonë vetëm si rregullu. Po mi që kanë lënë për rekonstruksion se... Po na vit na dhan lejen ato, para 5 viteve ka bërë. Ti e ke bërë me leje? Me leje, çdo gjë me leje është bërë. Letra vi ku? Çdo gjë me leje është bërë. Nxjerrën. Po ne. Po pse nuk thanë atëherë që do prishet? Jo, nuk na than. Do më thënë të lanë ta ndërtosh? Jo, me... Po pra ta rekonstruktosh? Të lanë ta rekonstruktosh? Edhe sot vinë ta prishin? No, nuk na lajmëruan fare. Na erdhën direkt si bombë. Ne ku të shkojmë? Mbaj edhe ti këtë që... Jemi shumë të emocionuar. Po, ja kështu na erdhën neve, as dinim që fare se si... Në morë vetë, dhe veç që kuna sëllën letra. E morë veç mas tyre gazetarëve, mas tyre celularëve që japin, mas tyre që i marrë veç, veç që kuna sëllën letrën që jeni për të shkonsuime. Po? Tashi nuk e di si... Si ndihet një njeri, se unë nuk e kuptoj dot, nuk e perceptoj dot, që e mëson përmes telefonit që do t'i prishet shtëpia. Nuk e di. Para si bombë. Si bombë në karan. Se duhet ta provosh në lëkurë ta kuptosh. Po dihet e ma, në karan si bombë. Ky gjithë. Nuk e di tash se si do e përsi, nuk e di. Na vjen dorë qeveria për këtë gjona, ti shofi, i erë mirë këtë gjona pse po na nxjerr. Kur thu qeveria, kujt i drejtohesh? Po tash qeverisë e Gjeramës i drejton të ti shofi këtë gjona. Mos sa nxjerrë shu si lecka. Në kuptoj. Po i bën tamam lulishte. Edhe ti lulishte do. Lulishte. Lidhej projekt. Pra gjithë to, ja 1 minutë, ja 1 minutë. Gjithë ky projekt lulishte do bëhet aty nga gjithë. Po lulishte, po mrapa ndoshta e bë pallatën. Preken rreth 99 prona, nga të cilat 40 objekte, 24 janë objekte të pjesshme dhe 35 janë sheshe. Do të ketë një afat 45 ditor për ankesat apo shqetësimet që mund kenë qytetarët. Besojmë se do të kemi shumë shpejt fillimin e kantierit të punës në këtë zonë. Jo sa të as lulishte, jo sa i do të për lulishte, po pallate ngre direkte. Qose ka bënë me. Ai na nxjerr direkt. E qartë. Faleminderit. Po zonj, se ta në preva? Ne jemi me, unë quhem Bukurie. Po? Ne jemi, po thuj se unë jam nuse re, jam martu kam 30 vite, afërsisht. Edhe na vjen një ditë letra, do dile për shtëpia shpronësim. Nuk e mendoshin fare se si jemi nga zona arkeologjike fare, jemi nga ana tjetër e bulevardit. Jemi afër shkollës muzikës, më saktë. Aty do prishen gjithë apo vetëm shtëpia jote? Jo, do prishen selektive, jo të gjitha rrë. Shtëpia ime po. Shtëpia tjetër? Jo. Në gjithë e kam afër, nuk prishet ajo. Nuk ju uroj tjetrit t'ja prishe, por ama Jo, duam të kuptojmë se si, me çfarë projekti vjen. Jam me dokumenta të rregullta, edhe vjen momenti, thot, ik për shtëpia, se do bëj lulishte, ku shkoj unë? Kjo është qëllimi, ku shkoj se ble do të shtëpinë. Veti 4, ku nata me 2 fëmijët me burrin,
ku do shkoj, jemi me i trull, jemi me kurora. Ore, mirë bëjnë që bëjnë lulishte, se mos krijohet edhe ideja që jemi kundër lulishteve. Pyetja e madhe është, kur prishet, e para se po prishet në mënyrë selektive i herë. E dyta, se ju po thoni që prishet në mënyrë selektive. E dyta, pa u dëgjuar. Pa u dëgjuar fare. Kjo është më e keqja. Kjo është e rëndë. Që ne nuk e mendonin fare nga zona ana tjetër që do na vinë të na prishin shtëpi. Mendojmë ke gropa ke zona arkeologjike këtej. Se mendonin po fare. Ju nuk keni qenë ke projekti i parë? Jo, s'kemi qenë, tani na futën. Si duket nuk e di pse. Kush na e futi? Këtë. Duan me zaptu me na marr atë veni s'është veni bukur aty, e bëjnë për pallat mas sa vitesh, ne ngelim rrugot. Jo, kështu është e vërteta, me folëraljen tash. S'kemi ku të shkojmë. Jemi me certifikata të rregullta. Që zona e Kalasi ka rrugë të ngushta, kjo duket. Është fakt. Po. Që këtu ka pas nevojë për një projekt edhe ky duket se është fakt. Pyetja e madhe është që kur bëhen projekte të këtij niveli, ka kriter dëgjes publike. 1, 2, 3. Të paktën e ka pushteti vendor në ligjin për qeverisin vendore. Ju thoni asnjë lloj dëgjese, asnjë lloj firme. Ju se keni pa projektin ende. Zonja ka pas fatin e ka pa projektin. Ju se keni pa. Thonë që do bëhet lulishte thonë, është e hapur. Ti prap me të thonë me, do të prishet shtëpia, po ti... Jo, mos ka ardhen trokasi që shtëpia jote do bëhet lulishte. Unë nuk e di, zyrtarisht jo. Kemi pa vetëm ato skica që hedhin nëpër Facebook e këto bashkisa, nuk e di kush i hedh këto. Ne nuk dim gjë për shtëpinë tonë, se si do ve. E kuptoj. Jemi në hall. Çfarë do bësh? Çfarë do bëj? I bëjmë thirrje kryeministrit. Gjithve, institucioneve, sako, kush e ka dorë, të vej dorë, të pezullohet projekti. Kryeministri thot, do zhvilloj vendin, thot kryeministri, kështu ka thënë ju, kështu ka thënë kudo, kështu ka thënë dhe të the. Po të zhvilloje me pronën time, mori miratimin tim, ku të shkojon? Unë nuk jam dakord. Absolutisht jo. Kërkoj që ai të ta pezulloj. Të vej dorën, flasi me, do të thot, me qytetarët, me banorët, absolutisht jo. Nuk jemi dakord. Faleminderit. Ky projekt ka nisur që në zgjedhjet parlamentare të 2021. Ministra e Kulturës, Eva Margariti, ka ardhur dhe ka bërë një inspektim së bashku me drejtorët e inspektorët apo menaxhuesit e ADF-s në zonën e bulevardit Durrësit. Projekti amfiteatrit nuk është se ka vite, 4-5 vite, por ka me 10 vite që rri në arkivat e shtetit. Pra po flasim për projektin amfiteatrit. Sa i përket zonës TIT, është bërë në vitin 2021, është hedhur si koncept. Pra janë dy projekte të ndryshme. TIT është shumë më i madh, a? Po, pa diskutim, është shumë i madh, janë dy projekte të bashkuara me njëri tjetrin. Që do thotë, këta bashkojnë dhe rivitalizojnë dhe e rikualifikojnë zonën. Pra nuk flitet as për shëmbje dhe as për kreshje. Pra flitet për rikualifikim dhe rivitalizim. Aq sa ç'është sipërfaqja e shtëpive, aq mbeteshin. Pra logjika. Por me bazë të një inspektimi që kanë bërë këta, ishte për bazë shëmbjes. Në dhjetor të 2024-s është bërë një mbledhje e Këshillit Bashkiak, ku është diskutuar pikërisht vlerat e shpronësimeve të këtyre objekteve. Dhe nga grupi punës dhe gjithë justifikimi i Këshillit Bashkiak për në lidhje me këto vlera shpronësimesh është në lidhje me grupin e punës së ngritur nga Bashkia e Durrës që përbëhet. Unë do t'i përmend me emra. Po, ne nuk i njohim, po. Nuk i njohim, por janë pjesë e grupit punës që kanë bërë këto lloj vlerash. E para është Alneda Roshi, Alex Prenga, Alvaro Kaçupi, Enila Kaçuli, Bianca Madhi dhe Daniela Gjinika. Nuk është talje, se nëse do them tallemi, do të tregojmë shumë i moderuar. Po i vjedhim ato qytetarë. Ne si këshilltar këtu, a ka një që më thotë në këto vite Durrësi janë ulur vlerat e pronave, vlerat e pasurisë, apo janë rritur? Ka familje të njëjta që para 2 vjetësh janë vlerësuar me vlera të tjera, vlera më të larta. Po këta janë bazuar në çmimet e referencës, se këta nuk dalin dot. Pa diskutim, këta janë bazuar në çmimet e referencës, të cilët janë në 3 muajt e fundit të shitjes. Jo vetëm pa diskutim, duhet dhe nuk kanë shkuar në asnjë shtëpi për të parë dhe për të bërë vlerësimin e pronës, për të parë gjendjen aktuale të pronës dhe gjithashtu
për çmimin e tregut. Ne të gjithë e dimë formalitetet që ndodhen në këtë vend. Pra duke ditur që nëse shitet një shtëpi 2500 euro, ajo nuk deklarohet 2500 euro. Ne e dimë që deklarohet më pak për të shmangur taksat e shtetit. E qartë. Dhe duke ditur që në këtë zonë është 2500 euro, 3000 euro metër katror dhe pa diskutim për ambient dhe biznesi shkon dhe në 4000 euro metër katror, këta individ apo ky shtet vendos që këta banorë të shponsohen me 714.000 lekë të vjetra, me 800.000 lekë vjetra për metër katror për një sit banimi dhe objekt dhe 150 dhe 170.000 lekë të vjetra për tokë truall. A që kushton toka 170 euro metër katror? Nëse Po çmimi real? Çmimi real 1500, 2000, 3000 euro për truall. Për truall. Po për brenda kalas, brenda kalas. Është një nga zonat më elitare që çdo kush do ta lakmonte një punë. Dhe gjithashtu do doja të bëja një denoncim që ka të bëjë me lidhje me ndërtimet e reja. Po bëhet një ndërtim i ri, pra këta banorë shpronsohen dhe njëkohësisht në këtë zonë, pra është akoma më afër amfiteatrit, jepen leje ndërtimi. Dhe gjithashtu në lejet e ndërtimit që këta kanë dhënë, është pikërisht shkelja e ligjit të trashëgimisë kulturore, në të cilin thuhet masa dhe vëllimi i objektit. Pra në këtë zonë nuk mund të ndërtohet, do të jetë për njëta masë objekti. Nëse një objekt është 3 kate, ti do ta rikonstruktor, do ta rregullosh në bazë të atyre 3 kateve që ai objekt ka. Të japësh leje ndërtimi për objekte 50 metra larg amfiteatrit, ndërkohë që ne po themi do shemë të gjitha objektet të cilat janë në afërsi të murit 20 metra mur rrethues, mur pa rrethues në flas të qytetit. Për mua ka diçka që nuk shkon. Gjithashtu janë dhënë leje të tjera ndërtimi të hoteleve të cilat sot i ka dalë shpronësimi. Pra shumë afër amfiteatrit. Prishën hotele? Prishën hotelet që janë aty poshtë, që kanë 30 vite që japin taksat për këtë shtet, që dhe nuk i kanë dhënë leta që nga viti 2006. Ka një proces legalizimi. Sa hotele prishën? Në dinin tim janë 2 hotele. Një është 30 vjeçar dhe një është një hotel që është dhënë leje ndërtimi para disa viteve dhe tani shëmbet prapë. Dhe në një debat që kemi patur me Alfred Mullarajn, kryetari i këshillit grupit të PS-s, ka qenë ne kemi vendosur çfarë ka qenë grupi punës dhe ky tha është një projekt fantastik. Pra unë tani ja jemi këtu bashkë. Ti shikon këta banorë, unë mund të jem pranë tyre çdo ditë. Dhe ti shikon, unë kam hyrë në shtëpi e i di shtëpitë e gjithë secilit. Kam ngrënë dhe bukë të shtëpitë e gjithë secilit. Më thënë si mund të arrish prishësh ti një shtëpi me një dhomë kuzhinë, një tualet. E kupton, ta prishësh ti nxjerrësh në rrugë ta banorë, por është e pafaqshme. Dhe tani ja, edhe turistët po na shikojnë. Do kërkoj nga operatori Robert Cani për të kuptuar edhe ku ndodhemi në zonën më elitare të Durrësit, ku vijnë turistët dhe shikojnë të habitur, çfarë po kërkojnë këta shqiptar, të ulur në kjo situata. Situata është akoma më alarmante kur po këta zyrtar shteti dhe ka qenë një nuk e di, një diferencë totale dhe ka qenë një zhurmë e jashtëzakonshme nga Alfred Mullaraj, ku thoshte është një projekt fantastik, aty do të vinë diva shqiptare. S'është autori i projektit. Ky projekt është të gjithë institucionet. Të gjithë institucionet flasin me një refren. Është projekt shumë i mirë për Durrësin, juve jeni kundër një projekti të rëndësishëm për Durrësin. E kanë shumë qartë. E kanë paragrafin me copy paste. E kanë shumë qartë. Projektin e ka bërë qeveria, po? Projektin e ka bërë ADF-ja, po. Edhe është miratuar nga KKT-ja. Nga KKT-ja dhe Bashkia Durrësit. Dhe Bashkia Durrësit. Dhe Bashkia Durrësit. Dhe në takimin që kanë bërë përmendur dhe banorët, kryetarja në 5 banorë që kanë qenë aty në takim, ka hedhur dhe hipotezat që t'u japin shtëpi sociale. Pra ti i heq nga shtëpia, i jep një shumë tallse, i fut dhe në shtëpi sociale, i fut dhe në kredit but. Pra i fut dhe në borxh. Pra duke qenë mes Durrësit, zona më e lakmuar, zona më e shtrenjtë, zona më e bukur, i dekdis në pallatet e shtëpive sociale me 700.000 lekë vjetra shpronësim, me kredit but për shtëpitë sociale dhe gjithashtu i heq, i shkatron jetën dhe në fund fare i le papron nga dursakët më të vjetë. Faleminderit. Kush do flasi i fundit për ta mbyllur? Senata. Mirë. Më quhen Yusuf Mehmeti. Përshëndetje, faleminderit për interesin
ky është interes publik. Unë ndjek protestat. Dakor. Ju kam pa. Po mos kishit protestu, unë nuk do dija që... Faleminderit. Pra është protesta juaj që na solli. Faleminderit. Tashi këtu është shkruajt ke projekti, është shkruajt një interes publik. Kur thu interes publik është një justifikim i pa justifikueshëm. Edhe kjo është termi që janë kap. Ky term futet edhe ke ligjorja. Dhe ligjorja ka dalë në dilemë me fjalë se ku do andoj. Tashi neve shikoj banorët si janë. Janë shumë prekupuar, u ka ra me fjalë një lajm, si më thanë, vdekje. Unë jetoj jashtë. Gjithë kursimet riparum shtëpinë në 2018, edhe erdhën me kry presionin, jam pension, erdhën kaloj pensionin, edhe më dhanë mandatin. Ai mandati është me shku në Cimitero, se s'ka, ku të jetojën? Varreza. Shumë e dhimbshme sepse kam dëgjuar kryeministin që i thot huajve hajdeni blini shtëpitë në Shqipëri, jetoni në Shqipëri se është lirë, është mirë. Atë një gjova dhe unë, edhe gjithë kursimet e mia bëna rekonstruksionin e shtëpisë. Tash unë nuk jam as ke muri, as ke kalaja, ne jemi jashtë, ke shkolla muzikës. Ka kalu një aty kush e ka projektu, futje ka thënë, se çfarë mqivet mrapa, i din ata që i kanë bërë. Po kjo s'është e mirë. Qa fshihet në asë nëse të themi do të do ta kuptojmë pas 10 vjetësh. Po atëherë unë kam vdek. Atëherë të bëhet unë, atëherë nuk jetoj më, se si dihet jetës. Prandaj që përpiqu gjithë jetën, një gjo fjalë të qeverisë, hajdeni, bëni, më thet, thash, edhe erdhëm. Ku do vi? Bilas nuk kam ditë gjo fare se morën telefon. Nuk s'kam pas asnjë informim. Hajde shpejt se kështu ka plani. Ama për të votuar të erdhi informimi në Itali. Po, patjetër, që të votoja. Po, erdhi zarfi. Erdhi zarfi. Me të prish shtëpinë nuk të erdhi zarfi. Zarfi ishte kaq sa kjo parulla që ma ju ndor. Në gjënë, vetëm mungonte fotografia atyne që duhesh votoshe. Në gjënë. Pra ne më duket që duhet parë, një populli, s'mund ta udhësh në rrugë për oligarka, si mund ta them në fjala që përdorim, po. To nuk janë të mira. To s'janë të mira. Për moshën tonë. Unë kam rrit aty kalamajt gjithë. Jemi brez mas brezi. Ajo banesa jonë është banesë struktura austriake, rekonstruksion italian, edhe është e një gjumë. Edhe po të shikosh sot, shife është komplet si ajo banese që ka ngretë flamurën e pavarësisë. Edhe ai ka kalu një aty. Po çfarë do i bëhet asaj? Do ta prishim fare. Fare. E kuptoj. Kurse poshtë nesh aty bile edhe më e famshmja, neve kemi murin otoman 1500 që ruhesh me shumë rëndësi të madhe, me kartele dhe të gjitha, kurse tash ai nuk pyet për këto mure, prish edhe banesat që janë antike. Poshtë nesh tash, poshtë nesh as 3 metra, bëhen 2 banesa, nuk e di sa kat, edhe kur vjen muhabeti, prish tonën, edhe ato i bën. E kam shumë qartë. Më duket që nuk është as e arsyeshme, as e logjikshme. Ato që i kanë gjonë dorë, kanë pozit, kanë detyrë, kanë karrike, kanë detyrimin të pyesin, kanë detyrimin na nigjojnë. Më duket janë shumë të ngutshme. Këto gjëra nuk bëhen me shpejtësi. Këto bëhen me vendim. Kohë kanë pasur. Me qytetarët. Ato kanë pasur kohë që në 2020-ën të pyesnin e t'ju merrnin gjithëve, kështu që nuk ka lidhje me kohë. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju, edhe shpresojmë që të shkoj zëri atje ku duhet. Ashtu është e vërtet. Do na ndigjojnë, se ka dhe njerëz mirë që na ndigjojnë. Unë nuk dua të bëhem të përsëris të gjitha çka u diskutuan, sepse fakti që jemi mbledhur këtu do thotë që të gjithë kemi të njëjtin hall, të njëjtin kaos. Ne ajo që duam është e para të ketë transparencë, nuk ka transparencë. Ajo që na shqetëson është fakti që ne nuk kemi një projekt me transparencë dhe nuk kemi një informacion. Edhe ndërsa flasim. Jemi të injoruar nga institucionet përkatëse, pra nuk kemi asnjë lloj komunikimi. Di që shumë nga personat kanë kërkuar dokumenta dhe kanë kërkuar pasaportën e objektit, pra nëse në shtëpinë e prindërve të mi, sepse personalisht po flas për në emër të tij madh, ne nuk kemi një informacion çfarë do bëhet me ato objekt. Pra, shtëpia ime është diku këtu. Është 160 metra katror. Dhe unë nuk e di nëse ky projekt përfshin të vendosin një stol, se nëse do vendosin një stol, e dua unë atë stolin, po them.
sepse është prona ime, është e shenjtë. Kështu që ne nuk kemi transparencë. Ju nuk dini për shembull do bëhet rrugë, do bëhet lulishte, do bëhet qendër rekreacioni. Për kryetar dihet vendimi. Vendimi që është marrë. Dihet se kush ka çuar deri tek ky vendim. Projektet që duhet kenë banorët kanë lidhje me faktin si është interpretuar. E qartë. Atëherë, siç të thash, nuk është e kohë që unë të përsëris dhe për pjesën e vlerave të shpronësimeve. Ta u kuptua tani sa 700 euro me të katër. Zotëria që u mornin le të themi që ishte zëdhënës na informoi, tha që mund të merrni kredi të butë, unë nuk e di kush mund ta marrë në moshën 70 vjeçare kredinë e butë. Që se merr dot. Që se merr dot. Nuk ka sens. Nuk ka bankë që t'jep. Unë i bëj apel të gjithëve të solidarizohen me kauzën tonë, sepse shoh shumë reagime në rrjetet sociale, ne etiketohemi, ne nuk kemi partijak, ne kemi një hall të përbashkët. Bëj një apel që nesër sot na ka ndodhur ne ky halli, por ka shumë gjasa që në këtë vend nuk ka mos siguri askush. Dhe do doja solidarizimin e gjithë qytetarëve për kauzën tonë që është një kauzë jetike. Faleminderit. Miqtë mi, i dëgjuat mesazhet e banorëve. Për ta kuptuar e për ta thjeshtuar, me aq pak lek, edhe nëse do binin dakord banorët, me aq pak lek nuk kanë ku të jetojnë. E dyta, banorët thonë që po u merret prona bash i venit mes Durrësit, ku ata janë rritur breza, pa i pyetur, pa transparencë, as ç'a do bëhet, as pse një shtëpi prishet e një shtëpi nuk prishet. Pra ka shumë pikë pyetje kjo punë. Dhe gjithçka buron, si thon banorët, nga zanafilla, nga projekti ideja, që më pas u bë ide, u bë projekt, dhe deri ditën kur u trokitën banorëve në shtëpi, po që su ka ardhur në shtëpi, po u ka ardhur zarfi, banorët nuk kanë ditur gjë. Pra ata që janë pronar për 200 vjetësh të marrin vesh të fundit që do dalin nga shtëpitë shumë shpejt në palc dimri. Mesazhin ja dhan kryeministrit, pra kërkoj nga kryeministri sepse nuk kanë më besim tek asnjë institucion që mund vër në lëvizje mekanizmat për ndaluar projektin dhe për ta rishikuar atë. Nëse është e mundur të mos preken banesat të cilat janë tashe 200 vjet autoktone. Ky ishte mesazhi nga Durrësi. Emisioni Foli i Radhës do jetë ditën e premte, të premten tjetër deri atëherë nga unë Erion Skënda e kalofshi sa më mirë.